Nxënësja Irina Sejdiu nga Prishtina është shpallur kampione e Olimpiadës mbarkombëtare të gjuhës shqipe në një garë shumë të madhe me mbi 16.000 nxënës të shkëlqyeshëm, të veçuar e të dalluar, të talentuar me shkatësi të veçanta në gjuhë e letërsi. Irina Sejdiu është kampione në këtë garë dhe ne kemi ftuar sot në program bashkë me mësimdhënësin e saj, arsimtarin Fatmir Fejziu, i cili është njëri ndër cilët keni punuar më shumë të me Irinën, apo jo? Mirë se erdhët e faleminderit shumë. Mirë se ju gjeta, kënaqësi me qenë sot me juve këtu. Sa mirë, Irin, urime shumë për këtë Faleminderit çmim. shumë. Tash do të më të thonë kampione ty, apo? S'ka problem. Që shukon kjo garë për ty? Gara ka qenë një emocion i veçantë, një kujtim të cilin kam e mbajt gjatë në mend, edhe besoj që nuk kam e harru kur. Plot emocionet përzime, pak stres, pasiguri, ajo ndjenja e përgjegjësisë ka qenë shumë e madhe, mirë po mbi të gjitha dëshira e madhe për me pas sukses edhe për me dal mirë në fund na ka motivu për me punu edhe me shku përpara, edhe jam shumë e lumtur që ka përfunduar gjithçka mirë. Irina Sejdiu, të dashur dëgjues, është nxënëse e shkollës fillore të mesme të Ulët Mehmet Xhevori në kryeqytet. Edhe shkolla e ka një emër të madh të mësuesit të parë të gjuhës apo jo, arsimtar, dhe është shumë e rëndësishme nxënësit të edukonin në këtë frymë. Pa dyshim, domethënë Mehmet Xhevori na e dim që ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në arsimimin e brezave, sidomos në Kosovë, njëherë pas luftës së dytë botërore. Dhe nuk ka qenë vetëm mësues, po ka qenë mësues i mësuesve në Kosovë. Misionar. Ashtu pra. Edhe si bëni punën me nxënës? Po, a ju gëzoi ky lajmi për Irinën? Patjetër, është një nga lajmet më të mira në karrierën time profesionale, po ka qenë kënaqësi të punoj me Irinën, nuk është punë rezultati një pune afat shkurtër, ne kemi punuar në një plan afat gjatë dhe natyrisht lajmi ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm për ne, edhe një gëzim, një pasqyrim i punës, edhe është kuptu që me punës e punohet në vazhdimsi arrihet rezultati ose rezultati si të rinjës. Në nivel komune njëherë, Kosovës, pasaj gjithë kombëtare. Ka qenë bashkëpunim ide saktësisht, domethënë ka rrjedhë ideja midis Ministrisë së Arsimit në Kosovë dhe Shqipëri. Po? Gara zhvilluar në 4 faza, fillimisht në nivel shkolle, domethënë në të dy vendet. Pastaj në nivel komune, në nivel shteti dhe në nivel kombëtar, bashkëkombëtar. Dhe Irina i ka kaluar krejt këto hapa? Irina gjitha fazat me rezultate të kulmore. Sa mirë. A ishte testi i vështirë Irina në Tiranë? Realisht nuk ka qenë i vështirë, ka pas një përmbajtje edhe një laramani të pyetjeve, duke e përfshi edhe pjesën gramatikore, gjuhën, mendimin kritik, letërsinë, analizën që i bëhet edhe tekstit, mirë po edhe poezisë. Është dashur thjesht me ruaj qetësinë edhe besoj që kjo ka shërbyer shumë. Sado që stresi edhe emocioni ka qenë i madh deri në momentin kur jam futur në sallën e testimit, jo mundu që në momentin që ka dalë testi përpara mos me mendu në asnjë moment atë pjesë. Kështu e praktikon edhe në teste tjera, apo? Po, sinqerisht mendoj që ju ndihmon shumë, për arsye se krejt ato emocione që i ki dush me ilon anash, ajo që ka te e ke bo, edhe thjesht me u mundu me jep ma të mirën. Ç'është mëson Irin ti? Çfarë pune bën kështu për ditë në shkollë? Unë mendoj shumë që ka rëndësi fokusi që duhet me pas brenda orës mësimore. Na jemi fëmijë edhe natyrisht që ato aktivitetet edhe dëshira që i kemi në jetën e përditshme janë të mëdha dhe s'mundemi me ju shmang sado që dëshira për me qenë një nxënës shembullor është e madhe. Prandaj duhet me u mundu me menaxhu kohën edhe me pas një orar të caktuar për secilin aktivitet që dojmë me e bo. Fokusi që duhet me pas në klasë dhe vëmendja ka shumë rëndësi, për arsye se edhe nëse përgjatë një dite nuk i mundësi mi u përkushtu shumë përsëritjes në shtëpi, ajo çka ti e ke mbajtur në mend në klasë ka me të ndihmu shumë që kur vjen koha e testimit, qoftë testimit në nivel shkolle, garat ose testet që i mbajmë edhe në fund të vitit, edhe ne si klasë 9, kanë me të kujtu edhe ka shumë rëndësi ajo pjesë, natyrisht edhe praktika edhe përsëritja në shtëpi. Sa e mirë, Nëse më me bëni pa diskutim.
aftësitë gjysore dihen, një nga aftësitë kryesore gjysore është dëgjuarit dhe Erina natyrisht unë shpesh e them është sy e vesh në klasë, po i veç Erina ka edhe nxënës tjerë. Edhe është të dëgjuarit është parakusht për rezultatet, domethënë. Këtë që po përmend Erina për qëndrimin, fokusimin. Si janë nxënësit tjerë arsimtarës, çu i keni nivelin? Po në përgjithësi rezultatet janë të mira, domethënë ne kemi treguar edhe rezultate tjera në nivel komune kur bën garat në nivel komunal. Në garat e diturisë në gjitha lëndët, jo vetëm lëndën e gjuhës shqipe, dhe pse jemi shkollë e re funksionojmë që është viti i 7 i funksionimit të shkollës, ne kemi arritur çdo vit kemi vendet para në të gjitha lëndët. Stafi është i ri, shkolla është e re, natyrisht kemi ka hapësirë, gjithmonë ka nevojë, patjetër, sidomos për këtë pjesën e teknologjisë na mungon, do të thotë na mungojnë klasa digjitale dhe jemi munduar edhe përmes prindërve bashkëpunimit edhe me DKA-n, po ende nuk jemi të kënaqur me kushtet cilat duhet i ketë një shkollë sot. Po, si praktikoni orën e gjuhës ju me nxënës? A ka ndryshuar teknika mësim-dhënies, edhe mësim-dhënies? Unë kam pasur fatin të ndjek pothuajse të gjitha trajnimet e mundshme që lidhen me mësim-dhënie dhe e shoh si parakusht, sidomos është një nga trajnimet kryesore, mendimi kritik me FLSH, mendimi kritik gjatë leximit dhe shkrimit, cilin unë e zbatoj në përgjithësi, po nga një herë edhe për shkak të kushteve mundësitë janë të mangëta në disa klasa dhe në përgjithësi mundohem që orat jetë interaktive, pra nxënësi të vihet gjithmonë nxënësi të jetë në fokus. Unë jam udhëzuesi në klasë, gjithmonë jap informacione të tregoj se si është mënyra më e lehtë për ta kuptuar mësimin, edhe gjithmonë mundohemi që orën ta bëjmë sa më atraktive. Këtë vit shkollor i keni klasë të 9-a? Kam klasat e 9-ta dhe kam klasat e 6-ta. Është pak problem me plan programe. Po nuk e shoh problem se kam një përvojë të gjatë në arsim, gjithmonë ne bëjmë modifikime, është kurrikula, janë plan programe. Të klasës 6 deri në 9 kanë problem nxënësit nëse ju ndrohet një mësimdhënës. Padyshim, çdo ndryshim te nxënësit ndikon. Unë fatmirësisht edhe me Erinën kemi pas një periudhë, një 4 vjeç, një periudhë 4 vjeçare të përbashkët dhe kjo ka rezultuar me sukses, sepse kemi bërë një punë të vazhdueshme. Unë që në fillim e kam vrejt talentin e Erinës, po natyrisht është punë edhe një ciklit më hershëm që ka qenë me mësuesën, sepse Erina demonstron një vazhdimsi të punës, pra ka patjetër një disiplinë dhe gjithmonë është e gatshme, asnjëherë nuk ndodh që të mbetet mbrapa. Sa mirë, domethënë kjo që me disiplinën në punë që arrin. Erin, çka të pëlqen ty në gjuhë shqipe? Në gramatikë më e dhënë apo në letërsi? Realisht janë të pandashme. Gjuha shqipe i ka ato të dyjat. E kum përmend dhe kum thonë edhe më përpara që krejt e shohin ashta gjuhën shqipe gramatik, fjalit edhe këto, mirë po nuk është fokusi vetëm aty. Na kalojmë një pjesë shumë e madhe e plan programit përfshin edhe pjesën e letërsisë, pjesën e analizës, poezive, teksteve. Më me dashni ty, po me qef. Unë besoj që qëndroj mirë të dyjat. Po, kryesisht edhe te letërsia shprehem lehtë, i shpreh emocionet. A ke shkruar diçka? Me se ma shumë. Tash ka qenë pjesëmarrëse në garën e fundit nga biblioteka Hifzi Sulejmani, sigurisht presim të vlerësohet edhe aty me. Nuk dyshoj. Po, Erina? Mirë, po edhe gramatikën e du edhe e pëlqej edhe e bëj me shumë vullnet. E shoh edhe kur vin qoftë familjarë se me mpyet zona shumë që nuk i harroj, edhe vazhdoj. Unë e shoh njëjtë sikur matematikën. Realisht është si detyrë, ajo gjuha gramatika e gjuhës është njëjtë sikur një rezultat në matematikës. Kështu që unë e bëj me shumë dëshirë dhe vullnet. Edhe i zgjedh detyrat me një kënaqësi, çka mendoj që kjo ka bëu që edhe me pas rezultat në olimpiadë, për arsye se nuk ju mlodh, asnjëherë nuk kanë qenë monotone për mua. Sa e mirë. Po mendoj që ka pas. Sa mirë, Erina, çush po më emocionon edhe mua për këtë punë që ke bërë, sa e mirë. Shoqët e tua kanë këtë tempo të punës që bënte? Ke shoqe? Po, unë kam fatin që kam pas mundësi me u shoqëru me shoqe dhe shokë të cilët kanë tregu rezultate. Realisht na kemi qenë 4 vajza të njëjtës gjenerate që e kemi kalu fazën në nivel shkolle, e kemi kalu fazën edhe në nivel komune,
me një rezultat shumë të mirë, edhe kjo tregon për një punë që edhe ato e bojnë. Edhe në fazën e universitetit kanë qenë shumë afër edhe ato. Shumë mirë, bravo. Të që tregon për një përkushtim që edhe ato e kanë, edhe unë ndihem shumë e lumtur që i kam pas afër edhe kemi pas mundësinë me ushtru së bashku. Është një tjetër kur je vetë edhe kur je në praninë e dikujt, qoftë me pyetje diçka ose ajo. Sfidon e njëra tjetrën. Sa mirë. Çka mendon me vazhdu në perspektivë tënde? Në këtë njëjtën fushë apo ke ndonjë ambicie tjetër, për shembull me shku në shkollë të mesme, në studimet tua më vonë? Realisht nuk e kam menduar specifikisht. Hala, kom pas dëshirë me i dhonë vetës një hapësirë për me i shiju momentet që i kam edhe momentet e fundit në shkollën fillore. Edhe ma ndi kur të është e faza e pushimit, pak deri te testi i arrishmërisë, me u mendu edhe me u përcaktu dikën, natyrisht edhe në konsultim me prindrit që me zgjedh diçka që edhe mu më përshtatet edhe unë e du. Nuk ka qenë asnjëherë presion as i prindërve as i familjes për me ndjek diçka që mu nuk më pëlqen. Çfarë fusha kanë prindër? Çfarë profesionesh kanë? Mami ka përfundu gazetarinë edhe babi është auditor. Po mirë, dhe më thënë ata pas kanë me të ndihmu pak më orientu, sepse ti kanë identifiku sigurisht edhe prirjet më të veçanta që ke. Kanë qenë edhe ndihmesi imja shumë e madhe për arsye se qyshe vogël unë e ku marr shembull shkrimet e tyre, esetë e tyre edhe prej tyre e ku krijua taktikën time që mande e ku mbo unike besoj edhe të veçantë, mirë po hapat e parë kanë nisë prej prindërve edhe kam vazhdu edhe me mësuesen prej ciklit tëll, po edhe me arsimtarin Fatmer, që jem shumë e lumtur që për gjatë kësaj periudhe 4 vjeçare kemi kaluar shumë mirë bashkë. Sa mirë, po mirë shumë mirë, sepse kjo ka shumë rëndësi, arsimtarët dhe me nxënësit tjerë. Ne duhet t'i edukojmë brezat në këtë frymë, ndoshta t'i orientojmë mençur, edhe kush më shumë se mësimdhënësit, i orientojnë ata në klasë, duke përdorur modele si Erina për shembull. Sa është vështirë kjo fazë arsimtar të përballeni me fëmijët që njëjtën kohë ka përcejnë edhe sfida të trendeve të teknologjisë, të dinamikës që po jetojmë edhe ne dhe ta, këto përballje të vështira me ta të njëjtën kohë kërkesa që i kemi edhe për të nxënit në shkollë. E vërtet, sot është problematik globale, sidomos ndikimi i rrjeteve sociale, përdorimi i internetit i tepruar dhe kjo ndikon rezultatin e përgjithshëm. Në senso se bile tani jam duke bërë një hulumtim pikrisht për këtë fushë dhe konsideroj që duhet punohet në këtë drejtim, nxënësit vetëdijson më shumë të kuptojnë që shkolla nuk e zëvendëson asgjë, pavarësisht që mediat e kanë edhe rolin e vet, sidomos edhe rrjetet sociale, mirë po përdorimi i tepruar i tyre ndikon në performancën e përgjithshme dhe në arritjet e tyre në të ardhmen. Çfarë praktikash mund të ndiqen për të ndjekur këto ndryshime, për shembull? Keni pa modele të shteteve tjera, pa është dikon që Suedia është kthy prapë në librin e laps. Është kthyer sepse ata e kanë kaluar edhe epokën e digitalizimit. Domethënë, unë gjithmonë them, duhet bëhet një ndërlidhje, jo të shkëputësh 100% nga përdorimi i rrjeteve sociale, po mendoj e kanë fjalën i internetit, po në njëjtën kohë nuk bën në asnjë rast të harrohet shkrimi, të harron librat fizik, sepse e kanë vlerën e vet, nuk diskutohet, e ndjen, e përjeton kur e ke parasyve. Po duhet bëhet, unë gjatë orës për shembull bëj një ndërlidhje, gjithmonë e përdorim në njëjtën kohë dhe projektorin ose televizorin varet prej klasës, nëse do të ishte mirë të kishim edhe smartboard, tabelat mençura, po këto njëherë mungojnë, po në asnjë rast nuk parapëlqej që të kemi përdorim gjithkohës vetëm teknologjinë, po gjithmonë të ketë një ndërlidhje. Një kombinim, që të jetë më interesante edhe për fëmijët. Keni shumë nxënës në shkollë? Momentalisht nuk kemi shumë nxënës, shkolla vazhdimisht rritet numri i nxënësve për shkak se pozicioni i shkollës e bën një kërkesë të tillë dhe diku afër 700 nxënës janë, klasat kanë nga 24, maksimumi 30 nxënës. Po, më erdhi shumë mirë për çmimin e Erinës, unë uroj që ju të keni sa më shumë nxënës si Erina, edhe na jepni pak më shumë cilësi. Ne prindët jemi subjektiv, kërkojmë nga ju shumë më shumë, ndoshta nuk e di sa me arsye se pa arsye, po sa mund të përmirësohet ky trekëndshi mes prindërve, mësimdhënësve dhe nxënësve? Ne kemi vërtetuar pikrisht si rezultat edhe i bashkëpunimit edhe me prindrit e Erinës, me familjarët e Erinës, kemi bërë një pakt marrëveshjes që Erina thjesht edhe pas orarit ndoshta
të jap më shumë, edhe pse kjo ka pas përgatitjen e përgjithshme, mirë po ne kemi dashur të shkojmë pak më sigurt edhe kemi bërë një përpjekje shtesë dhe kjo na ka rezultuar me sukses, mirë po shumë e rëndësishme është bashkëpunimi ose funksionimi i trekëndshit didaktik, sepse sjell rezultate. Kontributi i prindërve është i jashtëzakonshëm në shkollë, nëse ata vërtet e mendojnë që t'japin kontributin dhe t'jenë afër fëmijëve, sepse besoj se cili prind e do këtë dhe shkolla duhet jetë e hapur për prindrit, jetë e hapur deri në atë mas sa të mundsoj edhe ide të reja cilat i kontribojnë miqenes përgjithshme të fëmijëve dhe rezultateve të përgjithshme. Ne prindit kemi shpesh ankesa në përmbajtjen e teksteve, nuk e dim sa po ju ndihmojmë fëmijëve, sa po nxajnë fëmijët në shkolla, keni identifikuar ju problemet teknike ose përmbajtësore në tekstet? Unë jam vetë bashkëautor në tekste, libri është një instrument përdorimi, vlerësimi dhe ose përdorimi për shpjegimin e njohurive njësive mësimore, mirë po unë konsideroj që mësimdhënësi duhet jetë i hapur për literaturë shtesë edhe përgatitjen akademike që ka, ai duhet gjejë rrugën më të lehtë që nxënësit ta kuptojnë, nuk duhet të jetë i bazuar vetëm në tekst letrar. Me qenë pak më të hapur, më fleksibilisht. Në libër shkollor. Erinat, ke në kujtesë ndonjë ese, ndonjë punë që ke bëti jashtë kësaj gare, që ty të kam betë në kujtesë? Po, për gjatë viteve unë i kam të rujt në kryesisht gjitha ato eset cilat edhe mu më pëlqejnë, po edhe kanë një rëndësi edhe në shkru për një datë veçantë. Kryesisht eset e mia ndoshta nuk mundem i veçu se cilën për shkak se të secila prej tyre gjendet një pjesë e jamja. Unë mundona shumë i shpreh emocionet e mia dhe mendimin real që unë kam karshi një teme të caktuar për cilën mu më dhurohet me shkrujt. Është shumë e rëndësishme me kriju një mendim kritik edhe me i mendu senet ma thellësisht, për arsye se në momentin që ty të servohet një temë e caktuar, ti edhe pa një përgatitje paraprake ki me pas mundësi me shkrujt diçka të mirë edhe përmbajtësore. Edhe natyrisht është pike imja ndoshta e dopt ajo shpreja e emocioneve pak ma të mëdha, mirë po mendoj që i bën veçanta eset edhe për mu ka një vlerë edhe e thash edhe ma përpara të secila prej tyre gjendet një kujtim edhe një pjesë e jamja brenda. Çka pat në test këtë shprehjen e kritikës atje në Tiranë? Mendimi kritik mundem e veçu ndoshta një pyetje ka qenë për vlerat. Si ndikojnë vlerat ose pse janë vlerat shpirti i një kombi. Tash kjo ka shumë lidhje me mendimin kritik. Tash është me interpretuar. Po, për arsye se ti dush me interpretu ato çka ti e mendon, edhe realisht në sa rreshta u dash me përmbledh? Po, nuk ka pas shumë ashta 2-3 rreshta. Mirë, po ti dush më mundu që brenda atyne pak fjalive me jep plot kuptimin e asaj fjalie, për arsye se dush më mundu gjithmonë me imri ato pikë maksimale. Për pyetja ka qenë me 3 pikë ndoshta ose me 2, nuk jam shumë e sigurt, edhe tash ti është dosht më mundu edhe që me i marr maksimumin e pikëve. Do pikë ka vlerën e vet. Sa pyetje ishin në test? Nëse nuk gaboj e 15 pyetje ka qenë eseja, për shkak se kemi pas edhe esemir, po ka pas edhe pyetje që kanë qenë me 9 pyetje brenda, për shembull pyetja e 4 A, B, C ose diçka e tillë. Po ka pas pak më shumë. Erina në gjendje me mbajt se cilën pyetje mas testit, ka tregu sakt cila pyetje ka qenë, domethënë e para, e dyta, çdo kërkesë edhe çka para pas se cila kërkesë. Samir, Erin, kjo që nga një përvojë e jashtëzakonshme për ty, me u sfidu edhe në gara të tjera, edhe unë të uroj më të mirat e suksesin më të madh për ty. Faleminderit shumë. Shumë kënaqësi me të pas në program, mendoj këta shemboj edhe me të tjerë, të rinj tjerë në Kosovë, sepse vërtet je model. Unë jam gëzuar për ty. Po, unë veç deshta me bu edhe një falenderim të vogël për arsye se pa mbështetjen edhe për krojen e familjes, familjarëve të mi, pa punën edhe për kushtimin e pa lodhshëm të arsimtarit Fatmir në këtë rast të kësaj lënde edhe pa mbështetjen e krejt stafit shkollës e shoqërisë që kanë qëndru pranë meje edhe besimit që e kanë pas te unë mendoj që ky sukses nuk ishte qenë i arritshëm. Kjo e bën të madhe Erina, se Erina është e thjeshtë, po në njëjtën kohë dhe e thellë.
Kështu që pa përkrajen e tyre edhe motive nuk besoj që ishim mri ky rezultat edhe sot jem shumë e lumtur që kam arrit me i bo krenar. Knacia më e madhe që është momentin kur e kom kuptu që jem fituese e vendit parë. Se kom pa lajmin, kom darë trokit pampati. Arsimtar, ati japim një mesazh për fëmijë tjerë, për prind tjerë, për shkolla tjera. Po. Unë po e ndërlidh edhe me ftesën që na keni bërë, të më thënë ju jam jashtëzakonisht minjos, për shkak se po përçoni një mesazh që ndoshta mungon, nuk është i mjaftueshëm. Mendoj që nxënësit e tillë si Erina duhet të jenë pjesë e emisione, po edhe nxënësit, edhe mësimdhënësit, edhe prindrit thjesht kuptohet që gjithë së bashku nëse punojmë arrihet qëllimi. Pra edhe nxënësit, secili nxënës e ka botën e vet, i ka aftësitë e veta, i ka mundësitë e veta, shkatësitë e veta. Talentin e vetë, edhe unë shpesher të fëmijët janë minier, dikush është ari, dikush është argjend, kram vetëm duhet edhe ne dim se si ti nxjerrim këto mineralet, i vëmë pa, sepse nxënësi nuk është qëllimi i mësimdhënies të zihen ngushtë nxënësit, po thjesht të nxirren të vihen në pa të gjitha aftësitë, shkatësitë e nxënës. Shumë faleminderit e shumë kënaqësi ju kisha në këtë emision. Gjithashtu, faleminderit edhe juve.